Po, me datën 4 mars, ne si kompani rajonale ujësjellësit Prishtina kemi filluar një fushat për ndërgjegjësimin e konsumatorëve, cilët janë të kyçur në sistemin publik të ujësjellësit, që të nënshkruajnë kontratën për shërbime. Ky është një obligim ligjor, është i detyrueshëm edhe për ne si kompani, edhe për konsumatorin në veçanti. Kontrata përcakton qartë të gjitha të drejtat dhe obligimet që përfshihen në mes të dyja palëve, sepse në moment që ne e ofrojmë një shërbim dhe palja e merr shërbimin, është e detyrueshme që të nënshkruaj kontratë për shërbime si për çdo shërbim tjetër. Konsumatori i cili refuzon ta nënshkruajë kontratën, duhet të jap arsye se pse nuk po e nënshkruan kontratën, në të kundërtën ne keq ndoshta ta themi, por jemi të obliguar dhe të detyruar që në afat kohor prej 10 ditësh, në momentin që u dorëzohet kontrata konsumatorit, nëse nuk e nënshkruan, ai automatikisht edhe e refuzon shërbimin nga Kompania Rajonale e Ujësjellësit Prishtina dhe në këtë mënyrë mund të shkyqet nga shërbimi i rrjetit të furnizimit me ujë. Kontrata shumë qartë pra rregullon marrëdhëniet juridike, gjithsesi të drejtat dhe obligimet. Kontrata i përcakton pra kriteret dhe kushtet lidhur me ofrimin e shërbimeve dhe pagesën e konsumatorit ndaj ofrimit të shërbimeve. Po ashtu ofruesi i shërbimeve i nënshtrohet rregullave të miratuara nga autoriteti rregullator për shërbimet e ujit, për kushtet e ofrimit të shërbimeve, caktimin e tarifave, procedurave për zgjidhjen e kontesteve si dhe çështjeve tjera të ndërlidhura me konsumatorin. Kjo nuk është asgjë e dëmshme as për ne si kompani as për konsumatorin që ta nënshkruajnë kontratën, dhe secili prej tyre, aty ku e ka më afër, mund të paraqitet, jo vetëm në drejtorinë e ujësjellësit, por në cilëndo pikë të arkëtimit të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Prishtina, ata që jetojnë në Dardani mund në pikën e arkëtimit në Dardani dhe kështu me radhë gjitha lagjet aty ku e kanë më afër. Në këtë rast mund ta shfrytëzojnë të drejtën, të paguajnë ndonjë faturë të ujit dhe automatikisht aty për aty ta kryen këtë obligim ligjor. Po janë rreth 70.000 konsumator që kanë nënshkruar kontratën për shërbime, që më herët, që para disa viteve, por kemi gjithsej 180.000 konsumator, pra pjesa e mbetur duhet sa më shpejt ta nënshkruajnë kontratën për shërbime.